ju nuk do t'i thonit jo një propozimit kryeministrit? Unë i kam thënë jo një propozimit kryeministrit. Tani? Jo tani, edhe më herët. Historiku po, ka të reguar që kishë refuzus ndaj posteve ministrore. Nuk është, po sepse unë mendoj që ti jesh ministër nuk është, ose të shkosh, është punë një në rreth parë, është prapë për shpunë, si që deputeti është punë, edhe ministër është punë. Kështu mendoj, unë mendoj si punë. Nuk mendoj as si vanitet, as si një status tepër mbi pjesën tjetër. Kur je deputet mbi ata që kanë votuar, kur je minister mbi pjesën e deputetëve, e kështu me radhë. Jo, nuk mendoj kështu. Dhe unë nuk bëhem minister që të më shajnë njerëz. Nuk bëhem minister që të ri, të vegjetoj, të bëj se hire e kështu me radhë, mos bëj punën. Dhe patjetër që kur bësh minister, duhet kesh një plan këtu. Të ndin? Që përshtatet me atë që kërkon qeveria, që kërkon kryeministri i qeverisë, shoqëruar patjetër me buxhet për të mbështetur atë planin e për të mbështetur politikat në shërbim të njerëzve. Qartë. Të marrësh buxhet, sepse thuaja shiko sa shumë mora unë, apo të marrësh buxhet për të thënë që shiko se do të nderoj, është më delikot, nuk më intereson kjo pjesë. Gjithsesi, mbetet për të parë gjithçka deri në